Këtë javë, një vajzë 25 vjeçare nga Lezhë i dha fund jetës së saj. Përpara se të largoj, la vetëm një fjali. Nuk dua të më lëndoj. 5 fjalë, thirrja e fundit e një njeriu në moshën më të bukur e që kishte gjithë jetën përpara. Unë nuk e njoh atë vajzë, por e njoh atë fjali. Dhe ju, nëse jeni të sinqert me veten, e njihni edhe ju. Sepse bota që na rrethon shpesh është e padrejtë, shtypse dhe jo rrallë ndjehemi të zënë si në çark. Por ajo që nuk na e mëson kush, është që jeta nuk është vetëm një moment. Ai moment i vështirë kur bota na zë përfund, e jeta duket pa kuptim. Jeta është shumë e gjatë se aq, dhe çdo traumë mund të kapërcehet, dhe jeta një ditë do të marrë vlerë dhe do të bëhet edhe më e bukur. Po, si ta kuptosh kur je në errësirë e nuk ngopesh dot as me frymë? Kur të duket se ke bërë zgjedhje të gabuara që nuk do të ndreqen kurrë? Kur të duket sikur ti e meriton të mos jetosh? Ata që vendosin të ndërpresin jetën e tyre, rrallë bëjnë pa lëngjur. Ata japin sinjale, por ne jemi tepër të zënë, ose i shohim pothuaj gjithmonë vonë. Keni dikë pranë jush që ka kohë që nuk është vetvetja? Keni dikë që po ju thot me heshtjen e tij, nuk dua të më lëndoj? Mos prisni. Pyetini sonte, jo me mesazh, po me zë, me prani. Sepse njerëzit nuk largohen pa pritur. Largohen pasi kanë pritur shumë kohë që dikush t'i mbroj e që dikush t'i ndaloj. Ne mund ta kishim shpëtuar atë vajzë. Jo ne si shtet, jo ne si sistem. Ne, njerëzit që mund të ulim telefonin dhe të qëndrojmë për të dëgjuar thirrjen e asaj që ndjehet vetëm.